Arlin, si ka mundësi që dje, mes gjithë këtyre skandaleve, Klani dhe Blendi Fevziu zgjedhin të japin intervistën e Edi Ramës duke folur për të rinjt dhe refleksionet e tij? Por sa duket, opinioni publik pas ka interes të madh për sjelljet e këtij filozofit për masave globale të quajtur Edi Rama, po thjesht cili është keq kuptuar dhe e kanë bërë cako kryeministri i Shqipërisë. Nëse përtej ironisë, mediat në Shqipëri janë vërtet turpi i gazetarisë. E kam përshtypjen televizioni Klan është kampioni absolut i këtij turpi. Unë nuk besoj që të ketë televizion më qesharak edhe më dhunues të nocionit të gazetarisë edhe të zvërtetës, se që Klani e këta palo drejtuesit e emisioneve të veta. Kështu është kur televizionet janë prodhuesi të oligarkëve ndërtimit, atyre që marrin favore nga qeveria, ku e vërteta sigurisht është një viktim e shumë kohëve më parë, sot as ekziston më. Kështu që kur e gjithë Shqipëria është me sy e me vesh tek skandalet korruptive që kanë përfshirë edhe Belinda Ballukun, po krejt strukturën qeveritare, këto farë televizionesh zgjedhin të argëtojnë thonjza publikun me meditimet e Edi Ramës. Faleminderit.